Miqtë të dashura, sot do të flasim për refreshin ose rifreskimin e kaçurrelave. Çfarë do të thotë kjo? Kur ngrihesh në mëngjes dhe rrelat e tua janë shpupurisur, kur është dita e tretë e larjes dhe rrelat e tua nuk janë në maksimum, ose kur është një motë jo i mirë, ka shumë lagështirë në atmosferë dhe frizi ka bërë vetën. Çfarë është frizi? Është kjo pjesa këtu që bëhet si lesh. Çfarë ndodh? Nuk është e thënë që ne t'i lajmë flokët, sepse, si që kam thënë, është mirë që floku të ketë yndyrën e vetë natyrore. Pra, ju të bëni larjen e flokëve një herë në 3 ditë, por nëse zgjasni deri në 4 ose 5, do ishte wow, po jo shumë goca e bëjnë këtë. Kujdes tash flokët, jo trupin. Tani, fillojmë me refreshin. Në fillim, lagim flokët. Unë do ta bëj kështu një çik si më fancy me një sprucator. Sprucator me ujë, por ju thjesht mund të lagni duart edhe të lagni flokët tuaj. Lagini shumë. Derisa të ndjeni kaçurrelat të njoma, në mënyrë që t'i përgatisim për qumshtin dhe për gjelin. Dhe pasi jemi bërë si një qeni lagur, një transformim wow për çdo kaçurrelse, domethënë nga një masë e madhe si flok luanësh përfundon pastaj kështu. E kemi përgatitur flokun për qumshtin pa shplarje Fatmarella. Ka një gjë të mirë me produktet tona. Sapo ju të vendosni ujin në flok, ju mund të ndjeni që floku shikosi është shumë i shkrifët. Pra, nuk do keni probleme me kokolipsjen e flokëve, kështu i themin nga anët tonë, nuk e di se si thoni ju, apo me flokët e ngatëruar. Sepse produktet tona, edhe në momentin që ju bëni refreshin, riaktivizohen. Tani marrim qumshtin pa shplarje. Qumshti pa shplarje, kemi vendosur që të kemi këtë aplikatorin këtu, në mënyrë që t'ju a bëjmë jetën më të lehtë. Pra, nuk do ju duhet një aksesor tjetër shtesë në rutinën tuaj të rrelave për të bërë sprucimin njëtrajtësisht në flokët tuaj. Mua nuk më pëlqen që t'i kem produktet shumë në përduar, më pëlqen që t'i kem të matshme, mundësisht të sprucohen direkt në flok, sepse kam shumë bezdi këtë ndjesinë e produkteve ku ti duhet fusësh dorën, që nuk është aq higjienike, apo faktin që duhet të shplash duart 400 herë përpara se të vazhdosh proceset të tua. E kemi dhe me buton këtu sigurie, që kur ta merrni me vete në valixhen tuaj apo në çantën tuaj ta mbyllni, pra e keni hapje, mbyllje. Dhe bën një sprucim perfekt nga rrënja deri te maja. Qumshti ynë pa shplarje përveç se hidraton, rigjeneron dhe ushqen flokun tuaj gjatë gjithë kohës që qëndron në të, mbron flokët tuaj nga nxehtësia. Këtë qumësh mund ta përdorin dhe vajzat që i krejnë flokët apo përdorin pjastrën, vajzat që kanë flokët e drejta, po them. Ky qumësh ju mbron nga nxehtësia e diellit, ju mbron nga nxehtësia e tharses, nga nxehtësia e pjastrës, nëse vendosni që t'i krijni flokët tuaj. Gjithashtu ju mbron dhe nga të gjitha papastërtitë e ambientit. Çfarë janë plura rin jashtë. Dhe nëse ju ndodh që të lani flokët tuaj te parukierja, shikoni me kujdes lavatestin. Aty do të shikoni të gjitha pluhurat që dalin nga floku juaj sapo ju filloni të lani flokët kur ju hidhet uji në flok. Janë pluhurat e ngelura në sipërfaqen e flokut tuaj, sepse këtë bën ky dashuria, nuk lejon që papastërtitë e ambientit të depërtojnë në flokët tuaj dhe t'i dëmtojnë ato. Mund të hidhni qumësh pa shpërlarje sa të doni në flokët tuaj. Është një lloj balsami livin, por ne e kemi quajtur qumësh sepse formula që kemi përdorur është më e lehtë, në mënyrë që ju të keni mundësi të përdorni këtë dhe gjelin stilues që preferoni. Sigurisht që është Fatmarella, se po e provove një herë, nuk i ndahesh asnjëherë. Ja, ç'bën ky. Qumësh fantastik. Direkt i shkripton flokët. Është ideal edhe për të vegjëlit tuaj. Shumë nga mamat më shkruajnë, a mund ta përdor këtë linj për të vegjëlit e mi, për të voglën time që i ka flokët me rrica, apo për djalin që me zia kre? Patjetër. Pas larjes,
me qumshtin pa shplarje Fatmarella ose linjën e proteinës ose linjën e mëndafshit, mjafton t'ju hidhni disa sprucime në flokët e të vegjëlve tuaj dhe do të krijen pastaj si të ishin flok mëndafshi. Zakonisht unë kam nevojë vetëm për qumshtin pa shplarje dhe jo për gjelin në refresh, sepse më marrin flokët direkt, tani janë në fazën e tyre më të mirë, janë shumë të shëndetshme dhe elastike dhe mjafton pak rifreskim me qumshtin pa shplarje dhe rellat e mia kthehen në super formën e tyre. Por për të gjitha ju që akoma nuk i keni rellat në formën tuaj më të mirë, që ju duhet pak më shumë hold, mund të përdorni pa asnjë problem gjelin ton. Unë sot do përdor gjelin me proteinën e birës vetëm për t'ju demonstruar juve se sa i lehtë është ai në flok dhe se nuk e rëndon flokun dhe as e krijon atë ndjesinë e shëmtuar të ngrirjes. Formula bazë në këto produkte është ujë, sepse për të hidratuar flokun tuaj, përveç vajrave esencial dhe bimor, duhet që në bazë të produkteve të ketë shumë ujë. Flokët kanë etje një lloj si ne, prandaj duhet të hidratohen dhe t'i japim shumë ujë. Magjia e këtyre produkteve është që këtë ujë e kyçin brenda në folikulat e flokut tuaj dhe ushqejnë skalpin. Duke ushqyer skalpin, duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp, na dalin flok të rinj, nxitet rritja e flokëve që kemi dhe rigjenerohen ata flokë që janë të dëmtuar. Tani koha për gjelin. Mirë është ti tundim produktet përpara se ti përdorim, për çdo rast. Shumë prej jush kam frikë nga përdorimi i sasisë dhe përdorni shumë pak gjel. Përdorni aq sa mendoni ju se ju duhet në flokun tuaj. Pra, në momentin që e shikoni që gjithë floku e ka marrë sasinë e duhur të gjelit, atëherë do të thotë që është mjaftueshëm. Siç u thash, as nuk rëndon dhe as nuk ngrin gjeli Fatmarella, kështu që mos e keni merak sasin. Unë po përdor teknikën praying hands, i thonë thjashtmit, që janë duart e lutjes me pak fjalë, sepse praktikisht kjo është lëvizja që bëhet në flok. Po pas kalojmë në rrënjë. Nëse në rutinën tuaj ka një krahër, pra ju doni që t'i krihni flokët tuaj në mënyrë që ta shpërndani një trajtësisht produktin, patjetër që mund ta bëni, mund të përdorni krahërin tuaj. Unë jam njëri që i duaj gjërat shumë praktike dhe mos të kem shumë angarira dhe gjej teknikat që janë më të shkurtra dhe më efikase. Por gjithsecila prej jush ka rutinën e vet, kështu që mund t'i stiloj flokët ashtu siç e bën në përditshmërinë e saj, madje mund të bëni dhe tutoriale me produktet Fatmarella dhe të minisni që ta ndajmë në komunitetin ton të kaçurelseve. Për sa i përket tharjes, unë kam zbuluar Amerikën në botën e kaçurellave, që do të thotë peshqiri mikrofiber bën një super diferencë. Gocat e mia të dashura, zhdukeni peshqirin tuaj pambuk nga rutina e tharjes së flokëve. Nëse ende nuk keni gjetur një peshqir mikrofiber, atëherë përdorni një t-shirt pambuku. Diferenca mes t-shirtit dhe peshqirit të zakonshëm është fantastike. Por diferenca mes një peshqiri të zakonshëm dhe atij mikrofiber nuk kam fjalë ta përshkruaj. Unë e kam gjetur turbanin tim mikrofiber, i kam porositur në fakt njerëzit e mi nga jashtë dhe ma kanë sjell. Megjithatë jemi duke u përpjekur që të gjejmë një depo që ka peshqir ose turban mikrofiber në mënyrë që të furnizohemi dhe tek Fatmarella, sepse dua që përveç produkteve ju të gjeni dhe aksesorët e nevojshëm të rrelave në faqen tonë. Për të bërë tharjen e kaçurellave, duhet të bëjmë scrunching. Scrunching, nuk e di tani se si i thon shqip. Scrunching është kjo teknika këtu, që bën një diferencë shumë të madhe nga tharja kështu. Asnjëherë mos e bëni këtë në flokun tuaj, sepse flokët sfibrohen, duke u fërkuar me njëri tjetrin digjen, këputen, dëmtohen shumë me pak fjalë. Prandaj duhet bërë kështu tharja. Me një t-shirt ose peshqir mikrofiber. E bëjmë për disa minuta.
Nëse mendoni se ju duhet ende dhe pak gel ose qumësht në majat tuaja, mund ta vendosni, nuk është problem. Flokët tuaj nuk do ngrinë, kjo është pak për i sigurt. Kështu që mos u kurseni me gjelin. Tani jemi gati për difuzorin. Difuzorin për ato që e kam fiksim volumin si puna ime, gjithmonë me kokën poshtë. Tadam! Te difuzori duhet kemi parasysh që shpejtësia e tharjes duhet të jetë mesatare, pra mos e çoni tek maksimalja asnjëherë, dhe nxehtësia po ashtu duhet të jetë mesatare e alternuar me atë të ftohtë. Nëse përdorni nxehtësinë maksimale në flokët tuaj, do të keni ndjesinë e kruarjes pastaj në skalp, sepse nga djegja skalpi fillon të irritohet dhe ç'është më e rëndësishmja, fillon të prodhojë yndyrë më shumë. Pra flokët që vuajnë nga yndyra që prodhohet në skalp duhet ta mbajnë nxehtësinë tek mundësisht më e ulta fare, domethënë ajo që është gati të ftohtë. Në këtë mënyrë sebiumi natyral neutralizohet në flok. Gjithashtu për kaçurelat vlen e njëjta gjë, edhe pse ne kemi vendosur qumshtin pashplarje që është një nga mbrojtësit e kaçurelave tona, nuk duhet që nxehtësia të jetë maksimale, sepse rreli ka tendencën që të shpupuriset, të thahet shumë dhe nuk merr definimin perfekt që të gjitha e duam. Dhe pastarjes me difuzor, prekja finale, parfumi i flokëve Fatmarella dhe i kemi flokët një lloj sikur sapo të kemi dalë nga dushi.